Do të më përgjigj ti qytetari që i ka ardhur faktura 250 euro sot në 75 metra katror. Kur folke për bojlera dhe për filtera, për tela me granulate, na jemi sot në fibra optik, do të thonë. Duhet më përgjigj këtë. Duhet më përgjigj qytetarit pse si ka jap sigurinë shëndetësore. Duhet më përgjigj qytetarit pse s'ka libra digjitale sot. Pse nxënësat nuk kanë laptopa, pse klasë nuk kanë smartboard, domethënë. Duhet më përgjigj qytetarit për shumë probleme tjera. Duhet më përgjigj pse dikon 200.000 vete kanë lëshu Kosovën brenda këtyre 5 viteve. Me 200.000 vete për ilustrim t'juve një bjen që komuna e Vushtrisë për nga vijën e ka 7.000 banor, që i bjen sot 3 komunat Vushtrisë me lëshu komplet Kosovën. Këto janë përgjigjet që duhet më dhon. Mos mërzitet ai se çysh e bojmë na dhe çka bojmë na, për shkak se na nuk jemi rastësisht në to Varsanësh. Jemi të dëshmuar për këto gjëra. Do të thonë, unë ta morra shembull, na mund na thon Albin Kurtit që kur unë kam shkuar në 2006 në Angli, ku mësoj me qiri. Po kur më kthyem prej Anglisë në vitin 2011, pas studimeve të doktoratës, nuk mësova me qiri, po kemi pas energji elektrike non stop. Kur unë jam kthy prej Anglisë nuk ka ekzistuar autostrada për Prizren, dhe sot ekziston. Kur unë jam kthy prej Anglisë, domethënë, nuk ka ekzistuar autostrada për Shkup, dhe sot ekziston autostrada për Shkup. Kur unë jam kthy prej Anglisë, para se më shku, nuk ka ekzistuar shkolla, kemi mësuar na mas lutet, kemi mësuar me shkolla me kontenjera. Dhe kur jam kthy prej Anglisë ka pas shkolla të cilat janë të ndërtuar mirë dhe funksionojnë mirë, domethënë. Dhe gjitha këtu, na nuk kemi pas administratë tatimore të Kosovës, na nuk kemi pas dogana, na nuk kemi pas sistem të qeverisë, domethënë. Dhe gjitha këtu i ka ndërtuar dikush. Nuk kemi pas sistem bankar, dhe gjitha këtu i ka ndërtuar dikush. Për këto gjanat më herët na jemi dëshmuar për mi kry këto punë. Mirë, po ato që i thash më herët duhet më përgjigj Albin Kurti për çato pse e ka pru jetën e qytetarit sot me kon shumë e rënë dhe qytetari sot po vun për shkak se nëse del në dyqan sot me ble diçka me 20 euro nuk mundesh me ble kurrë. 20 euro nëse del në dyqan sot nuk mundesh me ble kurrë dyqan. Duhet të pes pikërisht për pjesën e sloganit televizjes vendosje. Duke mos mujt me kontrollu, mos me mujt me kontrollu shtetin. Edhe herë pyetjen s'lëndë. Duhet të pes pikërisht për pjesën e sloganit televizjes vendosje, siguri dhe begatim mos lësho pa. Si keni parë sloganin partisë e cila ka dalë? Për çfarë mos më lëshu pa? Ishte një si slogan përçarës, një slogan që larë partitë mos tjera? lësho pa e rënu jetën qytetarit hala? A që ke bjen rënaja hala ma shumë jetën qytetarit, që ledvun ma shumë edhe na po pasurohem. Për shkak se na, qytetari i shkrejt atje, një militant i partisë vetë vendosje, ose edhe tjerë, se po shumë edhe tjerë që në të pa shërë për kësaj pune, shkën edhe sot e ka jetën shumë atë fështirë. Po njerës që janë afer Albin Kurtit, kanë jetë luksi sot, rrinë për gjipa, kanë shpijane për lagjet mira, bojnë jetë mirë, dhe thanë. Po aj qytetari atje pëse me lëshu pëta, mos lëshu pëta, maja të shkelen, fëtë sot mund në shkelen ma shumë, e na po rrina kënë gjipa, edhe po rrina në pushtet knejna, edhe po majna. Që kjo është që shesha në sloganin e lëvizjes vetë vendosje të Albin Kurti. Do thonë, mos lëshu pëta, maja që shtu se na po jetojna ma mirë, për ndrejshëm kushtet ma të mira, për shkollojna fëmijën e tonë jashtë venit, po shkojna për qojna fëmijët në përvende ndryshme, po shkojna për bojna pushimet në përvende në Bansko, tash si të bëhet data 2 ose 3, si të kryen zjetë i kine për Bansko dhe në përvende tjera të shku të sheti dhe të boj jetë atje, e qytetarit, mos të lësha për maje që është të shkele sot munësh se e bana atje. Po ta marrë një shemë, bizneset sot, jenë mshel autolarit, mos lësha për mshel autolarit atje, jenë mshel autolarit për shkak se nuk mune me përbalu kostën e energjisë elektrike. Mos lësho pa, asë në këtë rast. Shkele edhe ato, letim shelin bizneset atje, sot mune ma shumë, me qka u shqenjë familjen atje. Mos lësho pa të bizneset e mdhaja që i ka qitë sot në 3 klirë të energjisë, dhe qmimet janë enorme, qmimet janë enorme të energjisë, dhe bizneset sot, cilat i kanë 1.50 punëtorët dhe 10 milion euro qarkullim, do të me ble energjinë me qmime shumë shrejta. Mos lësho pa, edhe ato shkeli sot munësh, për shkak se rënaja vjetën qytetarëve sot munësh ma shumë. Pjesa tjetër, lejle të shkën një familje sot neve në ndodhë shpesh me ndëgju, që shkën dikush me ble barna në banatore, dhe i ka 5 banat për shkrume në recet, dhe i thët në banatore, i thët, ami veç 2 se s'kam pare ma shumë, ami 2 kryesorët. Mos lësho 5 për këta, shkelen fët edhe ata atje sa të munësh dhe nëzia jetën sa ma shumë që është e mundshme. S'kan qenë këto probleme, zotri Shala, dhe në qeverisit të tjera, po vlerësoni se janë më të theksuara në qeverisin e vetëvendosjes? Veç duhet me të rjek paralelen prej asajna kur kemi dalë në mas luftës, qysh ka shku dhe me rritjen e pagave që ka qenë. Domethënë, mund kujtohet, me të njëjtën pagë,
Kur jam kthy në vitin 2011 prej Anglisë, ku mujt me shku me 150 euro, me mush një karrocë plot që tu të Interexit që keni shumë ofër, me mush një karrocë plot harç për shtëpi, po flas shumë popullore, domethënë, dhe sot, a mundu me 150 euro me mush një karrocë harç? Që kjo është jeta e qytetarit, domethënë, dallimi është ky. 2011, 2019, pe 2019, deri sot na nuk mundem dhe mos të lëshëm pa, hiç mos të lëshëm pa, po qytetari vlodh atje. E slogani jonë është bashk, për shkak se bashk po dojna me ecë përpara, si korone që i kam kushtet, sikur dikush tjetër dhe çdo njëri duhet me u forcu sa më shumë, na duhet me ndërtu sistemin tonë qeverisë të Kosovë, duhet edhe ai atje në fshat, edhe ai në qytet, edhe ai që s'ka të ngjofshëm, edhe çdo njëri me pas mundësinë me ecë dhe me u zhvillu përpara dhe me pas qasje në investim. Jo ishin diferencat që bën shoqërore, do thonë dikush ecë përpara, nëse hym ja kthyrën punësimet që i ka nëpër dikasteret ndryshme të qeverisë, që ja sekretar që i ka emëruar nëpër qeveri, do thonë nëpër ministri, do thonë janë krejt njerëz familjar të atyre familjar të udhëheqjes së lëvizjes vetëvendosje ose të deputetëve ose të ministrave që shkojnë dhe janë punësuar nëpër pozita ose i marrin pozitat kyçe atje. Është kapje e shtetit që tentojnë me bë. Tjetra çka është? A keni pa ndaj herë ndaj ministër të lëvizjes vetëvendosje që shkon dikon debat? Jo, për shkak se s'ka çka me thon debat kur shkon. S'ka çka thotë se s'ka bëu kurrë domethënë. Dhe kjo është mos lësho pa. Të të shala krejtësish në fund të kësaj bisede dhe për shkak të hapësirës televizive. E përmendët edhe pak më parë